Ai në mëngjes, si zakonisht, u nis për punë. Familja nuk ishte dakord që ai ishte duke i thënë mos shko se është kohë shumë tek të shushi. Ai prapë veshi uniformën e punës dhe u nis për punë. Dhe masi kaloi ai afati që vinte për ditë nga puna, familja u shqetësua. Por pritet deri nga masdita 3-4 se thanë që mos e ka dërguar ndërmarrja në ndonjë vend tjetër ku ka nevojë. Bëm denoncimin te policia, na thanë që duhet të e marrim këtë, por duhet të fillojmë me procedurat pas 24 orë që të shpallet person kërkim. Ne prapë vazhduam kërkimet tona me anë të disa kamerave. Gjetëm që deri në ora 8:25 ai ka qenë një person duke punuar. E mëngjesit. 8:25 e mëngjesit ka qenë duke punuar. Familjarët kërkojnë që ky ka rënë në krye të detyrës, sepse sipas pamjeve tona deri në 8:25 ky ka qenë duke punuar. E vërtetoj që është punë. Ato që i takojnë sipas ligjit një punonjës që se ne mendojmë atëherë ka qenë momenti që është zhdukur.